Kievi u godit nga një tjetër sulm masiv rus me raketa dhe dron, ndërsa autoritetet ukrainase paralajmërojnë se bilanci i viktimave mund të rëndohet në orët në vijim. Operacionet e shpëtimit po vazhdojnë në një ndërtesë të shembur në kryeqytetin Ukrainas, ku ekipet e emergjencës po kërkojnë për të mbijetuar në ndërnoja. Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, deklaroi se ekziston një mundësi e lartë që të gjenden trupat të tjerë gjatë operacionit të kërkim shpëtimit. Ai tha se shpresat mbeten ende për të nxjerrë njerëz gjallë nga rënojat. Sulmi shkaktoi gjithashtu ndërprerje të energjisë elektrike në rajonin e Kievit dhe probleme me furnizimin me ujë në pjesën lindore të qytetit. Sipas Klitschkos, autoritetet aktivizuan sistemet rezervë për të rikthyer furnizimet bazë për banorët. Autoritetet ukrainase thanë se ky ishte sulmi i parë i kombinuar me raketa dhe dron pas përfundimit të armpushimit të shkurtër të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Vetëm disa orë më herët, Rusia kishte lëshuar qindra dron në një tjetër sulm gjatë ditës, ku humbën jetën të paktën 6 persona. Pamjet nga Kievi treguan ekipe emergjence që punonin mes ndërtesave të dëmtuara dhe banorë të tronditur nga shpërthimet e forta. Sulmet e fundit vinë në një moment kur tensionet mes Moskës dhe Kievit mbeten të larta dhe lufta vazhdon të godasë rënd infrastrukturën civile në Ukrainë.